Qeveria shqiptare ka akorduar një fond për rikonstruksionin e spitalit të Tropojës në shumën 2.2 milion euro të parashikuar në buxhetin e vitit 2026. Lajmi u bë i ditur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Edisa Sala. Për 2026 është planifikuar 220 milion lek për rikonstruktimin e spitalit Tropojës, është në buxhetin e vitit 2026. Sigurisht i marr parasysh dhe kërkesat që parashtruhet. Ndërkohë, për deputetin e qarkut Kukës, Eduard Shalci, ky rekonstruksion përbën një zhvillim të rëndësishëm për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe rritjen e cilësisë së kujdesit ndaj qytetarëve të Tropojës e më gjerë. Unë gjendem prej disa muajsh në qarkun e Kukësit dhe një nga nevojat e vazhdueshme që kisha marrë gjatë kohës e fushatës ishte spitali i Tropojës, që disa nga shërbimet të qytetarët e Tropojës janë të detyruar të shkojnë në spitalin e Kukësit, ka të bëj për shembull me okulistin. Dhe sugjerimi që vjen është që disa shërbime të ofrohen nga mjekët në Tropojë. Për shkak se distanca është jo e vogël, do të ishte udhës që një herë në javë, një herë në 2 javë, një herë në muaj, në rasti konkret përmenda okulistin, por mund të jenë edhe disa specialistë të tjerë, të shkojnë dhe të ofrojnë shërbimin tek spitali i Tropojës. Ky rekonstruksion pritet të sjellë dhe kushte më të mira në shërbimin mjekësor, por edhe të plotësimit të stafit të spitalor të spitalit të Tropojës me mjekë të specializuar, duke garantuar që komuniteti të marrë shërbimin profesional dhe të standardeve bashkëkohore pranë vendbanimit të vet.